Kjo që bën, ky tregon korupcionet të mërshëm të këtij sistemi që vendosu. Të gjitha ata që kanë shkel ligjin, në mënyrë absolute e kanë bërë kundrejt pagesës. E kanë bërë kundrejt pagesave të majmet të zyrtarëve të kësaj administrate. Këto nuk janë asgjë tjetër vetëm përpjekje të një njeriu të dështuar dhe të korruptuar për të mbuluar me zhurmë. Për të mbuluar me zhurmë skandalet e tij të mërshme ndërkombëtare. Mos harroni edhe një herë, në OKB ishte presidenti i Iranit. Nuk shkoi dot Edi Rama. E priste FBI tek dera e aeroportit apo nuk e priste, unë nuk e di. I dhanë vizën apo si dhanë vizën, këto nuk i di. Ja anulluan ftesën për pritjen e presidentit Trump apo nuk ja anulluan, këto nuk i di. Por di që ky nuk shkoi dot dhe të gjitha përgatitjet që kishte bërë i anulloi. Tani kërkon të tërheq vëmendjen e qytetarëve me gjëra krejtësisht të tjera. Pra një përpjekje thjesht për të tërheq, për të deklaruar se maliqin që ndërtova do ta kthej në ligj tani.